Mbrëmjen e të hënës, së 24 tetorit 2011, oficeri i shërbimit sekret shqiptar, Isa Çopa, nuk po kthehej si zakonisht në banesën e vet. Në orën 18:30 asaj mbrëmje, një SMS e mbërritur nga celulari i tij në telefonin e të birit adoleshent alarmoi familjen. Ai nuk e kishte bërë kur një gjë të tillë më parë. Për më tepër teksti i mesazhit ishte me të vërtetë ronditës. Përpjekjet e të birit dhe bashkëshortes për ta marrë në telefon nuk dhanë asnjë rezultat. Telefoni i tij rezultonte jashtë shërbimit. Kaq mjaftoi që familjarët e 49 vjeçarit Çopa t'i drejtoheshin menjëherë për ndihmë sallës operative në drejtorinë e policisë në Durrës. Për mua që e një ngjarje e rëndë, vërtet të rëndë, por pak që ta ndjek në media, se për një tjetër informacioni s'kam. Gjithë diskutimet të lidhur me ngjarjen, me thënë drejtën dhe mua më duhet që ke çuditshme që ajo të jetë vetvrasje. S'ka asnjë kuptim që një njeri që vret vetëm mendon dhe që të zhduk gjurmët. Bile vetvrasja nga njëherë është edhe demonstrative më shumë se sa për të mbyllur një esa. Kështu që më duket shumë e çuditshme që policia shumë shpejt në ngutje më duket mua u përpoq të jap versionin e vetvrasjes. Për mua është një ngjarje shumë e rëndë dhe sigurisht nuk duhet të lënë asnjë mënyrë të marrë bukën e plot ngjarjeve të kësaj natyre që ka ndodhur në Shqipëri dhe që gati po harrohen. Për një oficer të shërbimit, në drejtori i shërbimit për qarkun e Durrësit, nuk është kollaj të harrohet. Pse? Se sigurisht kjo ngjarje është rrjedhimi në një historie që s'mund ta di dhe nëse kjo harrohet, do harrohet dhe historia tjetër dhe shumë keq për këtë vend. Për mua ai është ekzekutuar për shkak të detyrës. Për shkak të pozicionit që ka pasur, gjërave që ka ditur, raporteve që mund të ketë bërë nuk dihet, apo ja ftoskot tani dhe pasi duhet ta bëj, por të paktën çka pa shumë në atë periudhë, të gjithë familjarët deklaruan që s'ka pasur, ka qenë njëri shumë i qetë, njëri shumë i shoqërueshëm, me shok dhe vëllan të paktën që e pash disa herë, me cilët komunikonte, nuk është se ishte i mbyllur. Njëri i mbyllur, do të thënë, po të kishte probleme personale, me siguri do kishte qarë hallet me ta. Përsa kohë që ata janë të vendosur, që s'ka pasur probleme të kësaj natyre, mbetet për shkak të detyrës. Duke njohur Isain si një oficer i vjetër në detyrë dhe një familjar i rregullt, inspektorët e policisë e morën lehtë zhdukjen e tij pa adresë. Përpjekjet për të kontaktuar me të dhe për të pyetur koleg, miq apo shok të tij, nuk dhanë asnjë rezultat. Vllai i Isait, Halidi, doli vetë kontrollonte në periperitë të qytetit, por nuk gjeti asnjë gjurmë të tij. Ajo që po dukej diçka e pamundur, nisi të vërtitej në mendjen e familjarëve. Familjarët e Çopës njoftuan kolegët e tij në drejtorinë e shërbimit informativ të Durrës. Të atë fundit njoftuan policinë e Durrësit, e cila nisi menjëherë kërkimet. Sigurisht, unë dëgjova që ai kishte një background ushtarak, ndërkohë që kishte punuar edhe në policinë kriminale. Do të thonë, ishte i njohur, si të thuash, me problemet e shikut, le ta quajmë kështu, që pa ardhur në shik, kështu që kjo mund të ketë qenë mbas edhe arsyeja që ai ka përparuar dhe ka ecur derisa u bën drejtorisë së Durrësit. Nga kjo pikpamje, nuk ka qenë një njeri i zakonshëm. Kështu që edhe kjo, si thuash, ky background i tij bile dhe kjo eksperiencë e tij kaq kohë edhe në shik, po edhe në policinë kriminale, edhe në ushtri, nuk e bën një njeri të kollajshëm. Ata, thash, unë jam pothuaj i bindur, duke arsyetuar, nuk kam informacion, kjo është e keqe, por pothuaj i bindur që s'është vetvrasje, kështu që ai ka diskutuar ose është përplasur me vrasjet e tij.
orët e fundit, a minutat e fundit, a nuk di hollësira. Dhe sigurisht se kam pasur aq kollaj. Mbas edhe kjo është arsyeja që ata tentuan pastaj të eliminojnë çdo gjurmë. Shenja e fundit e Isa Çopës ishte një SMS që nga celulari i tij ishte dërguar të birit. Gjurmimi nëpërmjet antenave të telefonave celular lokalizoi zonën nga ku ishte dërguar për herë të fundit mesazhi i Isa Çopës. Trupat e policisë në terren, rreth orës 00:30 pas mesnate, gjetën autoveturën e oficerit të Shishit, që lëshonte ende typ, ndërsa brenda saj shquhej ajo që kishte mbetur nga djegja e një njeriu. Automjeti tipit Opel Corsa me targa të Tiranës i Isa Çopës u gjetë në plazhin e Currilave në Durrës, i djegur tërësisht. Skena e krimit i ngjante një ngjarje horror. Me Durrësin e kena pasur një situacion, një territori të qetë në përgjithësi, pa probleme dhe nuk e lidha dot me një ngjarje që si ka ardhur. Pse ka ardhur? Sigurisht kur ka ardhur nuk ka qenë i rëndësishëm që në fillim, prandaj se mbaj mend, nuk printe në stafin drejtues të drejtorisë Durrësit. Por unë bëra pothuaj 10 vjet që e kam lënë detyrën dhe gjatë kohës ai ka avancuar, edhe unë se mbaj mend. Policia shqiptare ka asistuar gjatë viteve të fundit në vrasjet e gati çdo lloj zyrtari të administratës apo funksionari shtetëror. Por kjo ishte hera e parë që viktima ishte një oficer me përvojë shërbimit inteligjent. Ky fakt e klasifikonte ngjarjen automatikisht në një rëndësi tepër të veçantë. Imazhi i parë që u krijua për ngjarjen ishte mundësia e një vetvrasje. Titullarëve të policisë lokale u interesonte që ky version të ishte varianti që do t'i jepej medias, në mënyrë që të largoni vëmendjen nga zhurma e madhe që do të shkaktonte në publik dhënia e këtij lajmi. Mesazhi që Isa Çopa kishte dërguar në telefonin e djalit, rreth orës 18:30, shërbente si prova për të mbështetur alibin e një vetvrasje. Të paktën për shërbimin unë s'kam dëgjuar ndonjëherë. Gjatë periudhës tonë nuk ka ndodhur asnjë gjë e ngjashme, edhe në këto 10 vjet. Nuk, ky është një rast që goxha i veçantë dhe që edhe i rëndë, jo vetëm i veçantë. Edhe mënyra si është ekzekutuar. Dëshira për të kryer idenë se është vetvrarë, pastaj djegja e makinës që jep, si thua, indicje të kundërta me vetvrasjen. Mesazhi që ka çuar djalit janë përpjekur ta mbyllin qarkun komplet për të krijuar idenë që ky njeri për çau ka pasur dhe është vrarë, nuk është bindse për mua. Pavarësisht dëgohet vllai që tha po ai e ka shkruar mesazh. Nuk e di një vllai pse thotë kështu, ndoshta është gjuha e tij, po nuk e di, për mua thash, është shumë e rëndë, s'kam dëgjuar ndonjëherë qoftë herët ka ndodhur. Nuk marr përsipër në kohën e sigurimit të shtetit. Po kam dëgjuar që edhe ka ndodhur atëherë eliminime për shkak të detyrës, edhe njerëz të rëndësishëm. Por në këto 20 vjet të demokracisë, qoftë në periudhën 91-97, 97 deri në 2002 që e mora unë, dhe tani me këto 9 ose 10 vjet nuk ka pasur një rast kaq të rëndë. Ndodhi në Vlorë, se njerëzit mund kujtohen, ka ndodhur me që tjetër gjë, që një përplasje e popullit me shikun ajo, si thua, zëmrat që ishte në turmat e asaj kohe u drejtua te Shiku, pse Shiku kishte emrin më të keq nga institucionet e asaj kohe. Dhe ndodhi ajo që ndodhi, ishte për mua e gabuar dhe edhe ajo është e dënueshme, po kjo është tjetër gjë fare. Por në vendin e krimit kishte aq shumë detaje sa një version i tillë dukej krejtësisht i pabesueshëm. Zjarri që shkrumboi makinën dhe trupin e 49 vjeçarit kishte shkatëruar dhe çdo gjurmë tjetër që do të dëshmonte se oficeri i Shishit ishte vrarë nga dikush tjetër. Pavarësisht dyshimeve të mëdha për atë që kishte ngjarë, policia për të minimizuar efektin në publik të ngjarjes vendosi të lëshonte një komunikat zyrtare ku deklaronte se kishim të bënim me një vetvrasje. Por një gjë është e sigurt që me sa duket, me sa dëgjova nga mediat, ai ka kaluar një ditë të qetë.
Ai ka bërë detyrën, ka qenë në punë, ka shkuar ka ndihmuar një shok për t'i dhënë, për se kishte ngecur makina, pastaj ka lënë kontakt me të vllan. Do të thonë kanë qenë gjërat që bënte pothuaj çdo ditë. Dhe ka qenë i qetë, për ata që e kanë parë deri në fund ka qenë shumë i qetë. Do të thonë ai nuk e parashikonte. Kështu që ideja e vetvrasjes edhe nga për këtë arsye bie, sipas me ai nuk e dinte ç'do t'i ndodhte. Nga ana tjetër, do të thënë, ai është kontaktuar me siguri me vrasësit e vet, kështu po flasun, po quaj të vërtet që janë vrasësit, prap në një vend dhe në një kohë që ishte e përditshme për të. Me vllan pinin kafe në një klub që diesh nga rruga e Curilave dhe orari kur pinin ishte i ditur. Kështu që ata njerëz që e kanë ndjekur me siguri që kanë dashur të vrasë, kanë vrarë, e kanë ndjekur dhe e kanë planifikuar që vendi ishte i përshtatshëm. Ke parasysh ande nga Curilat është një vend që është fundi i Durrësit, pasi kalon dhe atë lokalin në fundin çik më tuti, përsa s'ka më njerëz fare dhe thash është një ngjarje që është planifikuar mbi bazën e rutinës së ditës së tija. Dhe i quaj njerëz që nuk do të përdor fjalën profesionistë, duket si gjë e madhe, po njerëz që janë këtu diletantë. Në njoftimin e policisë së Durrësit më datë 25 tetor thuhet se Isa Çopa është vetë vrarë dhe kjo është pista ku janë përqendruar hetimet. Në deklaratën zyrtare të lëshuar nga zyra e informacionit të policisë së Durrësit, thuhet saktësisht kështu. Rreth orës 00:30, në vendin e quajtur Ish Reparti Ushtarak në Curila, u konstatua një automjet tip Opel Corsa, ngjyrë vishnje me targa të Tiranës, në gjendje të djegur, brenda së cilit ndodhej trupi i pajet i shtetasit Isa Çopa. Automjeti tip Opel Corsa rezultoi i djegur plotësisht. Brenda automjetit u gjetën gjithashtu në cilësinë e provës materiale një armë zjarri, pistolet Makarov, që rezultoi të jetë arma e tij e shërbimit si dhe një gëzhoj. Rreth orës 16:30 ka shkuar në banesën e motrës së tij, ku ka marrë një bidon plastik 5 litrësh, i cili mendohet të ketë shërbyer për transportimin e lëndës djegëse të përdorur më pas prej tij. Rreth orës 18:30 ky shtetas i ka dërguar një SMS lamtumire djalit të tij dhe më pas ka humbur kontaktet me familjarët e tij. Tërësia e veprimeve hetimore të deritanishme çon në konkluzionin se kemi të bëjmë me një vetvrasje. Atëherë hetimet po vazhdojnë të gjitha pistat. Pista kryesore ngelet ajo e vetvrasjes, gjithashtu dhe pista e vrasjes është një nga pistat në të cilat hetohet. Në fakt, kronologjia e ngjarjeve rreshtuar në njoftimin zyrtar të policisë duket sikur nuk lë asgjë për të dyshuar. Ndryshe nga çdo rast tjetër të mëparshëm, policia këtë herë ka nxitur jo vetëm të jap versionin e ngjarjes, por edhe dinamikën e saj, madje dhe motivin pse oficeri i shërbimit informativ shtetëror ka djegur veten. Ngjarja e servirur nga policia në këtë farfeje është shumë e bukur dhe gati perfekte për të qenë e vërtet. Që duhet zbardhur është e padiskutueshme. Duhet zbardhur çdo ngjarje kriminale që ndodh në vend. Kjo është detyra e institucioneve përkatës, qoftë policisë kriminale, parasgjithash e prokurorisë. Në rastin konkret, natyrisht për mua, siç thash, është një drejtues i lartë i shërbimit informativ për qarkun e Durrësit, dhe kam përshtypjen që, paktën kam krijuar përshtypjen që s'është për probleme personale. Pra për probleme të lidhura, besoj unë, me punën. Kështu që kjo e bën akoma më të rëndësishme që problemi të mos hyjë në hullinë e disa problemeve të fundit që kam dëgjuar, që nuk i shkohet do deri në fund. Unë nuk kam vërejtje për çka kanë bërë deri tani se nuk e di. Procesi sigurisht është në hetim dhe hetimi kërkon edhe qetësinë e vet, sekretin e vet, se tashte nuk po e them këtë se në formë vërejtje. Ore, pse s'kan bërë këtë, pse s'kan bërë atë, nasim në, unë nuk di asgjë për këtë punë. Por që do t'i, si thua, do kërkoja, edhe do t'i lutesha. Ndoshta se unë shikun akoma e ndjej si një institucion, unë kam punuar mjaft kohë dhe ndoshta më afër se institucionet e tjera. Dhe s'dua që të ketë probleme të tilla. Pse? Sigurisht një problem i tillë influencon edhe mbi bashkëpunëtorët e tij. Në qoftë se një punojës i lartë, unë do ta quaj, i shërbimit, zëvendësor i shërbimit,
kryetari degës së parë që e quhen të mund të vritet dhe në këtë mënyrë dhe shtetit ta lërë në harres ose ta quajë një ngjarje të vështirë për të hetuar, sigurisht mund të jetë shumë e vështirë. Nuk them që jo. Isa Çopa kishte filluar punë shish gati 12 vite më parë. Ai ishte shkolluar dhe ka shërbyer më parë si oficer ushtrie. Pas vitit 1997, kur shërbimi informativ kombëtar u riorganizua, Çopa bëri trajnimin përkatës dhe u përfshi në strukturat e shërbimit inteligjent. Prap, shteti duhet ta ndjeki në mënyrë që, në farë mënyrë të jap kolegëve të tij garancinë që, shiko, ata punojnë për një shtet serioz, që ata me detyrën e tyre që sigurisht është e vështirë dhe që janë gjithmonë, si thua, në përplasje me rrethje të rrezikshme, sidomos kundër zbulimit. Përplaset me gjithë shërbimet e huaja që punojnë kundër këtij vendi. Është sektori më delikat nga kjo pikpamje. Shteti duhet ta japë këtë mesazh, që shteti këta njerëz i mbron, do t'i mbroj, dhe kur ndodh kështu, se edhe ndodh, po t'jetë përplasur ku me një grup kriminal që lidhet me punën e tija, mund t'jetë një grup profesionistësh, por shteti duhet japë këtë mesazh, kështu që unë i bëj thirrje në një farë mënyrë edhe prokurorisë, edhe policisë kriminale, edhe shërbimit, se dhe ai duhet të ndihmoj me ato që di, duke treguar me se merret. Me se merresh kohët e fundit këtu njeri. Që të bëjnë të pamundurën, që kësaj çështje të shkojnë deri në fund. Në mënyrë që jo vetëm për punonjësit e shërbimit të jepet ky mesazh që ne si lëm gjërat harrohen, por edhe për popullin. Fund dhe populli se ndjen vetëm mirë. Kur një nga drejtuesit kryesor të shërbimit vritet në farfej, me ato mënyra si që ishte shërbrare, dhe shteti sarrin, është aq i dobët, ose i pa interesuar, i pa përgjegjshëm, s'di ta gjej fjalën e përshtatshme, në qoftë se kjo gjë do lihesh në arrest. 49 vjeçari mbulonte një nga sektorët më të rëndësishëm në shërbimin informativ, pikërisht sektorin e kundërzbulimit në drejtorinë e Shishit të Durrës. Ky sektor ka objektiv të tij veprimet agjenturore të shërbimeve të huaja që kërcënojnë interesat kombëtare dhe sigurinë e vendit, po ashtu mbanon vëzhgim aktivitetin e dyshim të çdo shtetasi të huaj që vepron në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ky fakt e bën vdekjen misterioze të Isa Çopës edhe më të rëndësishme për t'u zbuluar. Autoriteti i shtetit shqiptar është shprekur në pikën më decisive dhe më nevralgjike të tij. Është ekzekutuar një oficer me eksperiencë që mbulonte veprimet agjenturore të shërbimeve të huaja në territorin e vendit. Ka qenë mbledhja e informacionit për t'i dalë përpara çdo rreziku që i shkaktohet këtij vendi, po e them me gjuhë të përgjithshme, çdo rreziku që i shkaktohet këtij vendi nga shërbime jo aleat. Kështu do ta quaj, nga shërbime të vendeve jo dashamirës. Megjithse ky koncept i dashamirësisë është shumë i turbut, me qenë se edhe aleat të mëdhenj si amerikane, engleze, gjermane, prap kanë sektorët e kundër zbulimit edhe kundra. Do thënë për të zbuluar aktivitetin, të themi, e aleatëve. Por që s'ja u thonë, shërbimet funksionojnë. Pavarësisht se shtetet janë aleat, edhe funksionojnë. Në këtë rast unë nuk e quaj, nuk di të them që është si të vepër e një shërbimi. Kështu i takonte, me që ai ka pasur atë sektor, por është shumë ta deklaroj këtë gjë, unë s'kam asnjë të dhënë. Por detyra ty kjo është të ndjek të gjitha lëvizjet e mundshme të shërbimeve të vendeve të tjera që tentojnë të veprojnë kundra Shqipërisë. Kjo është si detyrë.
Ka që mjafton që çdo titullar i lartë i vendit nga presidenti e kryeministri e deri te shefi i shërbimit informativ shtetëror të jepnin alarmin dhe të çoheshin në këmbë për të vënë në dispozicion të hetimit çdo burim njerëzor dhe çdo mjet ligjor për të zbuluar të vërtetën. Ndoshta kjo ka të bëjë me atë ngutje të policisë që thash në fillim, që e deklaroi si vetvrasje. Dhe natyrisht kësi rastet njerëzit stepen, megjithëse them, po ndoshta mbas edhe ngutem, duke thënë që njerëzit kur bëhet fjala për vetvrasje, pastaj janë çik më jo aq solidar, jo aq që nëse gjithë kjo punë është influencuar nga ngutja e policisë që tha që është vetvrasje, ka një farë shpjegimi. Nëse policia nuk do ishte ngutur për mua dhe mund kishin qenë të hapur ato gjitha versionet, po për mua thash, thjesht asgjë të re s'kam mësuar që atëherë. Për ngjarjen prap që në fillim sa e dëgjova, për mua nuk është një vetvrasje, është një vrasje dhe për sa kohë që s'është për motive personale, ngelet tjetë për motive që lidhen me punën. Dhe problemi duhet ishte fare ndryshe, duhet konsiderohet vërtet një vrasje në krye të detyrës, dhe atëherë ceremoniali sigurisht është një tjetër fare. Shteti ka detyrime shumë më të mëdha se sa kur ndodh një vetvrasje për motive që mund të jenë nga më të ndryshme, po që si thua nuk ka qenë për shkak të detyrës. Vrasja e çfarëdo lloji agenti të shërbimeve sekrete në çdo vend të botës do të ngrinte në këmbë gjithë shtetin, do të alarmonte çdo agjenci ligjzbatuese. Por në Shqipëri është e paraherë që pas vdekjes së një oficeri të shërbimit informativ nuk flet asnjë funksionar, qoftë dhe i rangu të ulët, asnjë politikan, i mazhorancës apo opozitës. Është një detyrë që thash ka ndryshuar shumë në krahasim me kohra të në koncepti i kundër zbulimit e i luftës kundër shërbimeve shërbimeve të huaja, sidomos masërën e smurit Berlinit, do në gjërat janë thjeshtuar, por prap funksionojnë. Gjitha vendet e NATO-s e kanë dhe funksionojnë tani. Ka kaluar veprimtaria e spionazhit, kaluar edhe në fushat tjera, nuk është vetëm spionazhi karakterit ushtarak, që si ka qenë kryesisht përpara. Është i karakterit politik, teknologjik, gjëra që akoma funksionojnë. Të gjitha vendet duan të marrin vesh se ç'a ndodh. Në një vend fqinj, gjëra që si marrin vesh dot nga mediat e nga gjërat janë hapur. Kështu që shërbimet akoma vazhdojnë të punojnë. Tash ka ndruar shumë koncepti në krahasim me 20 vjet më parë, por akoma funksionojnë. Dhe ky ka qenë drejtues në atë sektor, me sa dëgjova unë. Tash nga mediat i kam të gjitha gjërat që kam dëgjuar dhe nëse ka qenë në atë sektor, tash aktiviteti i tij ka qenë i lidhur me atë sektor, kështu që edhe orientimi atyre që do hetojnë lidhur me këtë vrasje, duhet të kondicionohet me ky fakt. Kur kanë kaluar më shumë se 4 vite nga vrasja barbare në drejtorit të Shish në Durrës, Isa Çopa, dosja hetimore numër 1489 vazhdon të qëndrojë në arkivën e Prokurorisë së Krimeve të Rënda. U deshën gati 2 vite që klasifikimi i veprës penale të ndryshonte nga vetvrasje në vrasje për shkak të detyrës. Fillimisht dosja u hetua nga Prokuroria e Durrësit, e cila ishte gati të mbyllte hetimin me verdiktin e vetvrasjes. Por ekspertiza e ardhur nga Gjermania, gati një vit pas ngjarjes, ndryshoi gjithçka. Pas shumë procedurash të dështuara nga Prokuroria e Durrësit, dosja kaloi më në fund tek Prokuroria për Krimet e Rënda, ku ishte marrë garancia për një hetim më cilësor. Një ndihmë e madhe për jetimin e kësaj dosje është ekspertiza e kryer në shtetin gjerman, në të cilin thuaj mjaft qartë se Isa Çopa është vrarë. Sipas burimeve nga Prokuroria e Përgjithshme, mësohet se letër porosia përmban raportet e ekspertëve të mjekësisë ligjore të shtetit gjerman. Sipas tyre, specialistëve gjerman, Çopës fillimisht ishte prerë gjua. Më pas është zgoditur në kokë me sende të forta dhe në gramat e fundit të jetës është vendosur në makinë të cilës i kanë bënë plakën. Ndërsa Prokuroria e Durrësit dhe policia lokale ishin duke e mbyllur dosjen me përfundimin se Çopa kishte vrarë veten. Emisioni Xhungël, gati një muaj pas ngjarjes,
solli prova dhe detaje se ky version ishte i pabazuar në prova. U desh të kalonte më shumë se një vit, deri në dhjetor të vitit 2012, kur erdhi përgjigja me analizat laboratorike në shtetin gjerman, që prokuroria e Durrësit të ndryshonte mendje dhe të bindej se Isa Çopën fillimisht e kishin rrëmbyer, e më pas e kishin torturuar. Trupi gati pa jetë i Isa Çopës ishte vendosur në sediljen e pasme të makinës së tij të llojit Opel Corsa, nga autorët e krimit. Makina nga brenda dhe jashtë ishte e spërkatur me benzinë dhe ishte vënë flaka. Viktima, edhe pse i goditur në kokë dhe me dëmtime të mëdha në kafk, ka vazhduar të marrë frymë, edhe në kohën që makina po digjej. Theksohet në ekspertizën e ardhur nga shteti gjerman. Vetëm 7 muaj pasi erdhi ekspertiza nga Gjermania, në korrik 2013, hetimet kaluan në prokurorinë e krimeve të rënda, ku çështja nisi të hetohej me akuzën e vrasjes për shkak të detyrës dhe cilësive të veçanta. Tashmë kur kanë kaluar më shumë se 4 vjet nga vrasja misterioze në drejtorit të Shish në Durrës, Isa Çopa, dosja ka mbetur pa autor. Në policinë e Durrësit thonë se për dosjen Çopa nuk është kërkuar mbledhja e provave të reja, dhe as nuk kanë patur prova të tjera shtesë për të. Për më tepër, në policinë e Durrësit, në prokurorie në Shish, nuk janë më të njëjtë drejtues. Madje as të njëjtët inspektor që hetuan dosjen atë kohë. Shumë prej kolegëve të Isa Çopës nuk janë më në të njëjtat detyra, dhe disa prej tyre janë larguar përfundimisht jashtë vendit. Sipas 2 prokurorëve që hetuan në vitin e parë dosjen, Sokol Nishani dhe Enkelejda Xhengo, asnjë prej kolegëve të viktimës nuk ka dhënë të dhëna të vlefshme gjatë marrjes në pyetje.